Ku është problemi me aflatoksinën dhe kush është më i goditur nga ky problem? Konkretisht është blegtori. Edhe nëse notë që i blegtor të ketë probleme me aflatoksinën, detyrohet të ndryshoj dietën, ushqimin e kafshës. Që përkthehet në çfarë? Përkthehet në kosto. Edhe në rënje rendimenti. Në rënje rendimenti. Që se në qoftë se heq sasinë e misrit do bjerë i prodhimi. Absolutisht. Misri është element kyç për energjinë, për prodhimin. Se bëjë si të zot teknik nuk e kuptoj. Së kjo është që është mjaft kompleks. Dhe kjo përkthehet në kosto. Shtoj antimikotikun, kosto ekstra. Shtoj edhe negocimin e çmimit. Ku krijohet një precedent ose një problematik, përkthehet edhe në çmim. Të treja në kosto që në gjithë zinxhirin, në gjithë problematike në aflatoksinës, i pari që goditet dhe i fundit që goditet më fort, është fermeri, është blegtori. Po, vetëm se unë mendoj që nuk ka pas negocim çmimi që e keme aflatoksinë dhe po ta marr kaq para litrin, ndryshe nga që ke pas djeta ka marrë me çmim tjetër. Është refuzim pa lidhje me çmimin. Rastin konkret është refuzim, po. Por du të diskutoj diçka tjetër në panoramën e vetë produktit. Fermeri që ka lopën dhe prodhon qumshtin, nuk është një produkt që mund të mahet në rujtje 6 muaj, 3 muaj. Nëse nuk merret në moment digjet, dhe nëse digjet për një stres që është në kushte ekstreme, bëhet ndryshe negocimi në krahasim me diket që ka stoqe dhe mund ta menaxhojë mënyrën dhe organizimin e produktit. Si mund zgjidhet ky problem? Duke plotësuar kriteret e ligjit kontrollën dogan. U bë njëherë një reformë dhe u ndalu një sasi e misit, pse mos vazhdohet? Pse duhet të ketë treg lirë? Çfarë ndodh edhe me ato që sjellin mallin në Shqipëri? Kur e din që s'ka kontrolle, patjetër që cilësia e produktit që do sjellin me çmim që blehet, nuk do jetë cilësi se s'ka kontrolle, e di që s'do ketë kontrolle. Dhe ky do e mbuloj edhe për personin nga Serbia që shet produktin, edhe për vendaliun, edhe për qytetarin, edhe për gjitha shtresat, kostën dhe emuloj blegtori. Bëhet fjalë që po flasim për faliment të sektorit të prodhimit qumshtit. Dhe në qoftë se sfidë do jetë Bashkimi Evropian për plotësimin e standardeve, shoqata jonë është duke punu fort për me përpjek blegtorët që të arrijnë një farë standardi që mos të eliminohen gjithë, por gjithë ky proces nxit eliminimin e sektorit të prodhimit qumshtit.